Horoskopi javor për datat 2 mars deri më 8 mars 2026. Dashi. Kjo javë premton një rritje të energjisë krijuese ndërsa Marsi ndikon në shenjën tuaj. Kanalizojeni këtë në sipërmarrje produktive, veçanërisht rreth mesjavës kur lindin mundësi për bashkëpunime. Venusi thekson marrëdhëniet, kaloni kohë cilësore me partnerët ose të dashurit duke ringjallur lidhjet. Profesionalisht është thelbësore të qëndroni të organizuar, pasi Mërkuri sinjalizon potencial për rritje të ngarkesës së punës ose përgjegjësi të reja. Ndërmerrni hapa proaktiv në komunikim për të siguruar qartësi, pasi mund të lindin keqkuptime. Financiarisht është një periudhë e favorshme për të rishikuar buxhetet dhe për të marrë në konsiderat investime me përfitime afatgjata. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në menaxhimin e stresit përmes meditimit ose aktiviteteve fizike. Vitaliteti juaj është i lartë, por ekuilibri është çelësi. Fundjava sjell tubime ose ngjarje shoqërore, duke ftuar mundësi për të krijuar rrjet ose për të zgjeruar rrethin tuaj shoqëror. Përqafoni spontanitetin, por mbajini planet fleksibël. Besojini instinkteve tuaja, ato do t'ju shërbejnë mirë këtë javë. Demi. Java që vjen kërkon vetanalizë, pasi pozicioni i hënës ju nxit të reflektoni mbi rritjen personale dhe mirëqenien emocionale. Rreth të Mërkurës dhe të enjtes, kushtojini vëmendje ëndrave ose ndjenjave të brendshme, pasi ato mund të zbulojnë të vërteta më të thella. Venusi lehtëson harmoninë në mjediset shtëpiake, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të forcuar lidhjet me anëtarët e familjes. Çështjet e karrierës nxjerrin në pa rëndësinë e fleksibilitetit dhe përshtatshmërisë, pasi mund të shfaqen ndryshime të papritura. Mbani një mendje të hapur dhe përqafoni qasje inovative. Financiarisht, këshillohet shpenzim i kujdesshëm. Shmangni blerjet impulsive dhe rishikoni planet e kursimit. Për sa i përket shëndetit, theksoni një dietë të ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta. Dielli dhe Marsi ju motivojnë të ndiqni qëllime mirëqenieje ose të provoni rutina të reja. Pjesa e dytë e javës inkurajon ndërveprimet shoqërore, duke e bërë atë të përsosur për të takuar me miq ose për të angazhuar në aktivitete komunitare. Kultivoni durimin dhe mirësinë në të gjitha angazhimet dhe do të gjeni sukses si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Binjakët. Këtë javë ndikimi i Mërkurit rrit intelektin dhe aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për negociata ose diskutime të rëndësishme. E Marta dhe e Mërkura janë veçanërisht të fuqishme për krijimin e rrjeteve, prandaj shfrytëzojini këto ditë për të arritur kontakte të reja ose për të forcuar lidhjet ekzistuese. Romanca është në ajër ndërsa Venusi rrit sharmin dhe tërheqjen tuaj, ideale për gjeste romantike ose thellimin e marrëdhënieve. Financiarisht, yjet këshillojnë monitorim të kujdesshëm të shpenzimeve për të ruajtur ekuilibrin. Shmangni investimet e rrezikshme, në vend të kësaj, përqendrohuni në konsolidimin e burimeve. Perspektivat e karrierës duken premtuese ndërsa Marsi energjizon ambicjet tuaja, duke ju shtyrë drejt arritjes së qëllimeve me vendosmëri. Qëndroni të hapur ndaj reagimeve nga kolegët, pasi ato mund të ofrojnë njohuri të vlefshme. Në shëndetësi, menaxhimi i stresit përmes teknikave të relaksimit mund të përmirësojë mirëqenien tuaj. Ndërsa afrohet fundjava, merrni në konsiderat angazhimin në hobi ose aktivitete krijuese për të rimbushur. Përshtatshmëria dhe entuziazmi juaj çojnë në një javë të përmbushur dhe produktive. Daforia. Këtë javë faza hënore nxit emocionet, duke inkurajuar reflektimin dhe përshtatjen në marrëdhëniet personale. Përdoreni këtë periudhë për të adresuar çështjet e pasgjidhura ose për të forcuar lidhjet me empati dhe mirëkuptim. Profesionalisht, përqendrohuni në planifikimin afatgjatë dhe të menduarit strategjik. Organizohuni dhe vendosni qëllime për projektet e ardhshme, veçanërisht ndërsa shfaqen zhvillime pozitive në mesjavë. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të gjetur mënyra efikase për të rritur kursimet. Mërkuri favorizon analizat e hollësishme, prandaj zhytuni në planifikimin financiar. Sa i përket shëndetit, dëgjoni trupin tuaj, pushimi i duhur dhe praktikat e kujdesit për veten do të rrisin nivelet tuaja të energjisë. Kushtojini vëmendje dietës dhe hidratimit pasi ato ndikojnë në vitalitetin tuaj. Në aspektin shoqëror, Venusi sjell mundësi për të ushqyer miqësitë dhe për të zgjeruar rrethin tuaj shoqëror. Pranoni ftesat për takime sado të rastësishme, pasi ato mund të çojnë në lidhje kuptimplote. Përfundoni javën duke i kushtuar kohë familjes ose duke shijuar vetanalizë të qetë për qëndrueshmëri emocionale.
Luani. Java juaj është plot me mundësi, ndërsa dielli ndriçon fushën tuaj, duke rritur vetbesimin dhe karizmën. Është një kohë ideale për të ndërmarrë sipërmarrje të reja ose për të shfaqur talentet tuaja. Perspektivat e karrierës duken premtuese, përshtatni ambicjet tuaja me veprime të menduara mirë, veçanërisht rreth mesjavës kur kontakte me ndikim kalojnë në rrugën tuaj. Financiarisht, qëndroni proaktiv dhe të hapur ndaj këshillave nga burime të besueshme për të maksimizuar fitimin. Yjet sugjerojnë kujdes në përpjekjet spekulative. Në çështjet e zemrës, Venusi rrit joshen tuaj, duke hapur rrugën për zhvillime romantike ose lidhje të thella me partnerin tuaj. Përqafoni komunikimin e hapur për të nxitur intimitetin. Nga ana shëndetësore, vitaliteti juaj është i fortë. Shfrytëzojeni këtë energji përmes aktiviteteve fizike që ju pëlqejnë, duke siguruar ekuilibër dhe relaksim për të shmangur lodhjen. Ndërsa fundjava zhvillohet, përqafoni mundësitë shoqërore ose projektet krijuese që sjellin gëzim dhe frymëzim. Besojini instinkteve tuaja dhe lëreni udhëheqjen tuaj natyrore të shkëlqejë, duke ju udhëhequr drejt suksesit. Virgjëresha. Kjo javë përputhet me planifikimin e kujdesshëm dhe vëmendjen ndaj detajeve, pasi Merkuri rrit aftësitë tuaja analitike. Është një kohë e përshtatshme për të organizuar detyrat dhe për të menaxhuar projektet në mënyrë efikase. Bashkëpunimet mund të kërkojnë durim shtesë, por qasja juaj diplomatike i mban gjërat në rrugën e duhur. Financiarisht, përqendrohuni në buxhetim dhe menaxhim financiar për stabilitet në të ardhmen. Shmangni shpenzimet impulsive, në vend të kësaj, eksploroni mundësitë praktike të investimin. Marrëdhëniet mund të kërkojnë kujdes, pasi Venusi sugjeron të merrni kohë për të shprehur vlerësim dhe kujdes. Gjestet e vogla mund të ndihmojnë shumë në forcimin e lidhjeve. Shëndeti thekson masat parandaluese, jepni përparësi të ushqyerit dhe ushtrimeve të vazhdueshme për të ruajtur mirëqenien. Ndërsa afrohet fundjava, merruni me aktivitete që relaksojnë mendjen dhe trupin tuaj, të tilla si leximi ose shëtitjet në natyrë. Ndjekjet krijuese ofrojnë kënaqësi dhe ndihmojnë në relaksim. Ruani fleksibilitetin dhe përshtatshmërinë gjatë gjithë javës për të trajtuar ndryshimet e papritura me hir dhe për të përfituar nga zhvillimet pozitive. Peshorja. Ndërsa java zhvillohet, harmonia dhe ekuilibri bëhen parimet tuaja udhëzuese, të ndikuara kryesisht nga tranziti i Venusit nëpër sektorin tuaj. Marrëdhëniet romantike lulëzojnë kur i jepni përparësi mirëkuptimit dhe kompromisit, duke e bërë atë një periudhë të shkëlqyer për zgjidhjen e konflikteve të kaluara. Profesionalisht, aftësitë tuaja diplomatike shkëlqejnë, duke ofruar zgjidhje që i sjellin dobi kolektivit, veçanërisht rreth të mërkurës. Krijoni rrjete aktive për të ndërtuar lidhje të vlefshme. Financiarisht, është një kohë ideale për të rivlerësuar burimet. Identifikoni fushat për shkurtime dhe jepni përparësi investimeve afatgjata. Shëndeti dhe mirëqenia përqendrohen në ekuilibër. Integrimi i praktikave meditative ose jogës mund të çojë në qartësi mendore dhe ulje të stresit. Sigurohuni që t'i kushtoni kohë edhe hobive, pasi ato ushqejnë kreativitetin tuaj dhe kontribuojnë në një stil jetese të plotë. Angazhimet shoqërore mund të paraqesin mundësi të papritura, prandaj qëndroni të hapur për të takuar njerëz të rinj. Ndërsa java përfundon, reflektimi mbi arritjet tuaja dhe vendosja e qëllimeve të reja ju përgatit për rritje në të ardhmen. Akrepi. Java paraqet potencial transformues pasi marr si ushqen ambicjet tuaja dhe mbështet iniciativat personale. Kanalizojeni këtë energji në projekte për të cilat jeni të apasionuar, veçanërisht në mjediset e karrierës, ku impulsi juaj mund të çojë në përparime të rëndësishme. Në mesjavë, mundësitë e papritura kërkojnë vendime të shpejta, besoni instinkteve tuaja për t'i menaxhuar ato në mënyrë efektive. Financiarisht, shqyrtoni zakonet e shpenzimeve, duke u përqendruar në efikasitet dhe kursime. Shmangni marrjen e rreziqeve të panevojshme. Në marrëdhënie, Venusi ndikon në komunikim, duke sugjeruar dialogje të hapura për të thelluar lidhjet dhe për të zgjidhur problemet e mbetura. Pranimi i perspektivës së partnerit tuaj forcon lidhjet. Nga ana shëndetësore, menaxhimi i stresit përmes ushtrimeve fizike ose praktikave të vetdijes siguron ekuilibrin emocional. Fundjava sjell një shans për vetanalizë, përdoreni atë për të vendosur qëllime për rritje të ardhshme. Përqafoni ftesat shoqërore pasi ato ofrojnë mundësi për të zgjeruar rrjetin tuaj ose për të ringjallur miqësitë. Përshtatshmëria dhe qëndrueshmëria juaj janë çelësi i një jave të përmbushur dhe dinamike. Shigjetari.
Me shtrirjen e favorshme të Jupiterit, kjo javë sjell mundësi rritjeje dhe zgjerimi, duke frymëzuar dëshirën për të endur dhe ndjekje intelektuale. Merrni në konsiderat regjistrimin në kurse ose punëtori për të thelluar aftësitë tuaja. Profesionalisht, projektet e reja kërkojnë fokus dhe angazhim. Përshtatni strategjit me vizionet afatgjata, duke i shfrytëzuar këto për të shfaqur aftësitë tuaja. Financat përfitojnë nga optimizmi i kujdesshëm, peshoni të mirat dhe të këqijat para se të investoni. Marrëdhëniet lulëzojnë kur ushqehen me ndershmëri dhe mirëkuptim. Kaloni kohë cilësore me të dashurit, pasi komunikimi nxit afërsinë. Shëndeti dhe kujdesi për veten nuk duhet të neglizhohen. Përfshini rutinat e përditshme që përqendrohen në mirëqenien fizike dhe qartësinë mendore. Fundjava ofron një kohë të përsosur për aventura, prandaj merrni në konsiderat udhëtime të shkurtra ose aktivitete në natyrë që stimulojnë kuriozitetin dhe ofrojnë relaksim. Përqafojeni ndryshimin me hapjen, duke e përdorur atë si një trampolin për zhvillimin personal. Entuziazmi dhe optimizmi juaj ju udhëheqin drejt një jave produktive dhe të gëzueshme. Britsjapi. Fokusi juaj këtë javë zhvendoset në planifikimin strategjik, ndërsa Saturni thekson disiplinën dhe ambicien. Shfrytëzojeni këtë kohë për të vendosur qëllime të qarta dhe të arritshme që përputhen me vlerat tuaja thelbësore. Çështjet profesionale kërkojnë vëmendje të kujdesshme, veçanërisht drejt mesit të javës, kur mund të keni role udhëheqëse. Stabiliteti financiar është i arritshëm, megjithatë maturia dhe buxhetimi i kujdesshëm janë thelbësore për të shmangur mangësitë. Marrëdhëniet mund të kërkojnë durim, përdorni komunikim efektiv për të zgjidhur çdo keqkuptim dhe për të forcuar lidhjet. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi ekuilibrit, sigurohuni që nuk po e teproni me veten. Kushtojini kohë çdo ditë relaksimit ose ushtrimeve për të ruajtur vitalitetin. Ndërsa afrohet fundjava, aktivitetet krijuese dhe hobi ofrojnë një mundësi për shprehje të vetvetes dhe kohë të lirë. Lidhja me natyrën mund të ofrojë mbështetje dhe të përmirësojë humorin tuaj. Mbani një mendje të hapur ndaj përvojave të reja, duke i përdorur ato si katalizator për rritje personale dhe profesionale. Këmbëngulja dhe vendosmëria juaj hapin rrugën drejt suksesit. Ujori. Këtë javë inkurajon inovacionin dhe lidhjen sociale, ndërsa Urani thekson ndryshimin dhe perspektivat e reja. Përqafoni ide unike në mjediset profesionale, veçanërisht ato që përfshin teknologjinë ose projektet bashkëpunuese. Në mesjavë mund të lindin mundësi për role udhëheqëse, duke ju inkurajuar të ecni përpara me besim. Financiarisht, shqyrtoni mënyra inovative për të rritur të ardhurat, por qasuni investimeve të reja me kujdes. Marrëdhëniet personale lulëzojnë kur përqafoni mendje hapurinë dhe përshtatshmërinë, duke nxitur lidhje më të thella. Venusi sugjeron eksplorimin e dinamikave ose qasjeve të reja ndaj mirëkuptimit. Shëndeti juaj përfiton nga angazhimi në aktivitete komunitare ose përpjekje për mirëqenie në grup, të cilat rigjallërojnë shpirtin tuaj dhe ofrojnë perspektiva të freskëta. Ndërsa java përparon, gjeni kohë për reflektim personal dhe shprehje krijuese. Kultivimi i hobive ose mësimi i aftësive të reja mund të rrisë qartësinë tuaj mendore. Përqafoni spontanitetin në angazhimet sociale, misi ose aleanca të reja mund të formohen, duke çuar në mundësi emocionuese për të ardhmen. Peshqit. Kjo javë ju lejon të shprehni kreativitetin dhe intuitën e ndikuar nga prania e Neptunit në shenjën tuaj, duke e bërë atë një kohë të përsosur për ndjekje artistike ose shpirtërore. Njohuritë e mesjavës mund të udhëheqin vendimet, prandaj besoni instinkteve tuaja. Lejojini vetes momente vetmie për reflektim më të thellë dhe praktika meditative. Profesionalisht, komunikimi është thelbësor, jepini përparësi qartësisë për të shmangur keqkuptimet dhe vendosni qëllime të arritshme në bashkëpunim. Situatat financiare kërkojnë maturi, përqendrohuni në sigurimin e stabilitetit përmes planeve të mirëmenduara. Me marrëdhëniet, kushtojini kohë cilësore partnerëve ose të dashurve, të udhëhequr nga thirrja e Venusit për dëmshuri dhe mirëkuptim. Nga ana shëndetësore, kujdesi për mirëqenien mendore dhe emocionale është jetik, integroni rutinat e mirëqenies që ofrojnë rimbushje dhe ripërtëritje. Ndërsa fundjava zhvillohet, kënaquni me aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, qoftë përmes daljeve në natyrë apo kreativitetit të qetë. Përqafoni ndryshimet fluide të kësaj jave pasi ato ofrojnë mundësi për rritje dhe transformim të thellë personal. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë.
Për ne është një ndihmë e madhe.